Përshëndetje, po filloj pjesën e parë, video e parë të ngjarjes së 15 qershorit 1999. Ditën kur njësitë i ndërlidhjes kemi marrë urdhrin nga shefi i shtabit Hysen Shahini, pra Rapi Kremetushi, shefi i ndërlidhjes dhe unë Bashkim Vazimi Gjeni, zamës shefi i ndërlidhjes, na ka ftuar shefi dhe kemi marrë urdhër dikon rreth mesditës që ta marrni urgjentisht postën në Ferizaj dhe të rivendosim komunikimet. Pasi shikoni, në doktrinën ushtarake dihet që këta armiqë kusar të riqet shikon me i damtu gjitha ato objektet ma vitale. Në këtë rast posta ka qenë shumë objekt me rëndësi, për shkak komunikimit, telefonave dhe gjitha ata, prandaj ka qenë me rëndësi që na si ushtri me e marrë të paprekt dhe me funksionalizu. Edhe njëkohësisht edhe me fillu komunikimi me radio në qytet. Pasi deri në atë moment nga Petrova, ku ishim në atë kohë, u bëj komunikimi edhe për njësitë që ishin rënë në qytet. Kuptohemi është shumë me rëndësi opinioni me ditë se çdo rrëmje poshtë është bërë me urdhër. Më thonë, nuk o bo hajtë janë shohëlla qysh të linjeri lloj fjale kom një në përshamë për zona tjera janë njësitë të katë, ashtu jo, të në ka pas organizim, ke pas jelë shumë me ren, përshamë kanë orë që në start ka ardhë mali me një grup me granitin e këta tjep me 12 qershor, kanë pas urdhër me urdhër të komandos, ani pse me në letër, unë edhe Rapi kemi qenë caktuar për me komuniku me ndërkombëtarët, për shkak shumë rrethonave, por se për shkak rrethonave që kanë lindur në terren, nga 12 derisa kemi ardhur ne me urdhër, pastaj është pa mundësia, ashtu në komunikimet kanë qenë, që pastaj mali Nihat Mustafa ka fillu një pozicion tillë, një ndërmjetësim mes ndërkombëtarëve edhe UÇK-s, pasi ka qenë këtu edhe ka qenë nevojë ma e shpejt me u. Po secili njësi do thotë kena ardhur me urdhër. Për shembull, e ke pas obligim urdhër me i mbrojt objektet vitale, posta, keku, fabrikat me rëndësi që mënyrë që armiku mos me i dëmtu. Në kuadër të kësaj, pra edhe me u mbrojt posta, edhe me u rivendos komunikimi, edhe është dhënë urdhër nga shefi Hyseni dikon në mesditën e 15 qershorit 1999 ndaj Rapit dhe meje. Ne me njëherë kemi fillu përgatitjet, në ndërkohë kemi thonë njësitë që të rinë gati për kontaktin tonë, njësitin tonë ndërlidhje që është njësiti më i njohur me emrin Janina, e den edhe komanda janë kanë 2 njësite AJK e UÇK-s në zonë, është siç e përmend komanda dhe gjithë, është njësiti speciale edhe njësiti Janina, pa dashur me nënçmu asken, pasi secili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, po secili e dim atë pjesë ku tek si. Megjithatë, në këtë rast, pra ne kur kemi rënë dikon mëson kujtohet rreth orës, shikoni jam bo 27 vite, edhe kërkoj falje nëse më ka ikë në emër ose ndonjë gjë, po këto e përmenda në hyrje, këtë video po e baj për shkak edhe letjet si një provë historike kujdo që i vyn nesër për studim ose verifikim ose çfarë do të qoftë ose për konfirmim. Edhe është thjesht kena nevojë na me lënë, unë kam thonë që kam vendosur që viteve në vazhdim të lënë për shumë gjore, të lënë edhe video dhe me shkrim, pasi jemi vetë pjesëmarrës. Unë nuk mund të flas për ato që unë nuk jam konë. Unë flas vetëm për ato ku jam unë pjesë ose bartës, ndërsa për ato që unë nëse kam dëgjuar, më thonë që kam dëgjuar nga ky ose referimi nga ai. Unë jam shumë objektive deni gjithë, edhe thjesht nëse me këtë rast më ka ikë diçka, ju lutem plotësoni në koment ose edhe me ndonjë video tjetër, pasi ne do të jemi ongoing, do të kemi vazhdimisht gjëra të tilla që do ta pasurojmë, do ta tregojmë të vërtetën historike, me lënë histori të vërtetë popullit tonë, qytetarëve tonë, brezave që vijnë. Pastaj ata le të vendosin çfarë me bë me atë histori.
Kështu, kur i mi ardhur me rapin në Ferizaj si e pror, normalisht shtabi i zonës në atë kohë ka qenë i vendosur në rrugë Pleshinës, tash është rruga në Imbeka, dikon të më duket në shtëpia të Koshit, aty të shtëpia e Bilalëve. Edhe këto e di mirë se njëherë kur janë lëshuk të aposh, pa të në thonë një njoftim që nga pator prej malit, në atë Mustafa Mali, pa të thonë që jemi afër shtëpisë 150. 150 ka qenë shifra ime në luftë, 100 e ka pas komandë, e tjerë, po. 110 ka pas rapi. Edhe ata në dëshëm pak edhe ka qenë emocionuese, pasi unë nga 9 qershori 98, kur kam dalë, nuk kam shku më në atë pjesë. Edhe atë ditë me 15 qershor ka rëndësi të madhe edhe personale ajo datë, për shkak se atë ditë, 4 ditë pa u bën një vit, unë shkoj te shtëpia. Do thotë rrethorës 3 shkojnë bashkë me rapin për me pa. Do thotë është një rikthem, do thotë gati një vit pa qenë te shtëpia, dhe kur e lën për shembull në atë kohë kam lënë familja ka qenë aty, jam përshëndet me nanën mëngjesin në 19 qershor 98, dorso kur jam kthy me 15 qershor 99, aja pjesë është komplet e zbrast, e kam taku Koshikën e parë, vetëm që kam taku ka qenë Koshikja Selvete Saliu, doktoresha, që në përshëndes, edhe aja pjesë është shumë e gjallë, aja pjesë e din të ata shikus të mos qytetarët të Ferizaj sa e gjallë ka qenë rruga Pleshinës, se sidomos aja rruga ka pjesa rilindja që quhet, edhe rruga jonë shumë, bila është e vetmja pjesë që është bombardu, është një ka dhe lokale objekte që janë bombardumi, po si lagje që mu bombardu prej kazermës ushtarake është bombardu me sa e di jone pej shkive, vetëm pjesa jonë, mahalla jonë, se edhe aja pjesa rrugës Pleshinës gati ka pasur ushtarë mas shumëti në UÇK që është vërtetuar edhe ma vonë. Do thotë unë kthena mas gjithasoj kohe, ka njerë më duket sikur skenat e Ben Huri kur ishe për shembull shtëpia që ka qenë gjallë, ishe për shembull betonin e oborit si të qamë që del bari pa njerës, pa kur gjam. Kam po që shtëpia nërveti ishin kanë murët i kishin pas si ka një porë që kishin bon se cili, për shkak se në atë kohë kur kanë fillu bombardimet e NATO-s, sidomos komplet qytetarët nuk kanë nisë më rrugme, po kanë nisë shtëpi, obor, mur të i bo ka një vrim aty si porë të improvizume për shkak me ikë, mos pi po shkitet. Ka shumë gjëra që ka njerë do nevojitë ndoshta një emision special për me bo një video speciale për gjitha ato, po sidoqoftë kjo është ajo kohë, unë këtë ditë bile këtë datë janë kthy edhe disa tjerë, është kthy edhe bashkëftari e midilve të para edhe Luli, bile ka edhe ditëlindjen edhe shpesh e dim që jemi kthy bashk, e me Malin bojmë ajgare se Malit i ka roq ashtu edhe ma herët e na pak ma vonë, i thëshmi neve trunin na kanë rujt, aty mos me ekspozohë, alo bojmë ajgare edhe këtë e sotme. Secili e ka meritën e vetë për çdo gjë, nuk bam me ja hu pas kujt, as me ja shtu, as me ja ik. Qa kemi bo? Mas me kemi shku, do thot, ne kemi shku të shtabi edhe me u paraqit, edhe për me marr mbështetje, me marr njësitjen, do thot, na kanë aty kemi marr mbështetje nga njësitje speciale i zonës, Vilem Duku Valoni ka qenë, tash së kujtohen edhe tjerë që kanë qenë sakt, ata e din tash sakt kush ka qenë. Edhe me këta, me njësitin special, me njësitin mbështetës, si ushtri, ne kemi fillu me zbatu urdhrin e shefit Hysenit për me marr postën. Dikon rrethorës 5, me sa më kujtohet, 17, do thot, të pas ditës është marr posta, kanë hyrë njësitet tona, kemi hyrë dhe nese për orë me rapin, edhe masi është marrë, janë qarmatose për informim të opinionit, do të me di që punëtorët sërbë që kanë qenë aty kanë qenë të armatosur, nuk di pse kanë qenë të armatosur, ata e din vetë,
po kryesyra janë çarmatues edhe nuk ju ka ndodhur asgjë tyne. Edhe tash po do ta shpjegoj këtë pjesën e parë. Ka qenë me rëndësi është edhe një element. Unë ju kam dhënë urdhër me njerë edhe njësitëve tonë apo tjerëve që të mos preket asgjë në post. Qysh janë me u lënë komplet, edhe kemikin që kanë lënë komplet se mos mu prek asgjë hiç, mu lënë qysh janë konë. Edhe kështu kanë bet, janë zbatu gjitha urdhrat derisa kanë filluar normalisht kur mas disa ditë kanë filluar me ardhë dhe e shpuntuar ku kanë mujt mu integru më shumë kryesyrat, na kemi pas me rëndësi me rujt ashtu që është edhe me rivendos komunikimi. Bile në kodrë të kësaj, një antar ju një sitit Janina Cushi e ka zonë qysh ka pat tregoj ka zonë njërin pjesërve që ka doshë morë kamioni me central. Një central ka qenë aty edhe e ka bloku kjo. Do thotë ka shpëtu një central, i cili central rezultoi pastaj që ka qenë centrali i Nikajve, për cilin banorët e atyre fshatrave Nikaj, banorë shqiptar kishin pagu 200.000 marka. Pastaj është reaktivizuar me Telekomi, po kjo do thotë ne shumë të mira i kemi bërë aty, jo vetëm posta ka përfituar shumë për ushtarëve të UÇK-s, kemi pas edhe obligim me rujt pronën e qytetarëve të Kosovës, edhe është mbrojt komplet, asnjë kimik, asnjë cent, asgjë nuk ka mungu fare. Edhe tash çka ka ndodhur pastaj aty këta serbët që janë çarmatues, nisi e pruar bashkë me Rapin, ju kemi dhënë urdhër. Bile tash kom e incizu edhe venin qysh ka qenë aty, kom e shti këto si pjesë në këtë incizim. Aty tek holli i postës, përballë sporteleve, janë ato ku shkruan letra që mund me shkru, edhe në atë pjesë pa të mlon ata punëtorët serbë, edhe bisedum, edhe thjesht ju kërkum me bon nga një deklarat me shkrem ata. Tash, deklaratën me shkrem, para se mu këthy, përdu se u miki edhe një element me rëndësi. Kur imi shku te shtabi në rrugë Plëshinës, Mostaraj, aty për herë të parë kam taku basen Femi Ajiri, Femi Ravica një orë, edhe basen Rushde Ravica, babën e dëshmorit Kemal Hetemi, apo Kemal Ravica. Edhe i kom shprejmin e ngushtime ose Rush për Kemal. Pse është me rëndësi me përmen, për shkak se Femia na ka ndihmu me njëherë neve, Femia ka punu, ka qenë punëtor i postës, edhe një për kontrollarëve udhëheqësve që ka qenë më herët, edhe tana i kanë njoft edhe punëtor kush janë aty pare. Tash në këtë rast, Femia na i kemi shpjegu qëllimin tonë edhe me rivendos komunikimin e tjera, edhe ai ka gjetë këta dy punëtor që kanë, këta dy teknikë cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, pastaj na kanë ndihmu neve me rikthy lidhjen, që janë kolegët e Telekomit, pastaj Azem Avdyli dhe Ismet Musa. Kështu, të kthejna pro se për Kemalin edhe këto unë e kom pas në kry, prandaj mineri kom shprej ngushtime së rusht, se sa për qëtë video një pjesë dikon në notën e 25 shtatorit 1998, 3 ditë para se me ra dëshmor Kemali edhe Bajram Sulemani. Unë kam qenë në vizit poshte pika ne dhe kam fjet në mes Bajramit edhe mes Kemalit, dhe thot mes Fatmirit. Fatmiri ka pas pseudonimin Bajram Sulemani të dëshmori, edhe Kemali Ravica, edhe atë natë ko gjem pas trem, më dali mu shumë andra, ko gjem pas trem natën, kështu si një, edhe ka qenë humbje e madhe pastaj, edhe kur është bo zhvarrimi pastaj në shtator, ka i tumajt shtator, natën, ka qenë një zbrastie për mua që ndë pa ta plotësu një familje kur i këm po, kur i kemi zhvarrus edhe në dëshmor tjetë që kanë ra 28 shtator, lavdiju qoftë. Po vazhdoj me pjesën ku e lash të posta. Do thot ne kemi pas urdhër të qartë me u rivendos komunikimi, me marrë postën si objekt të strategjik, të kuptomi, për shkije, për forca serbe o kon katastrofë, o kon si bom,
kur kemi marrë postën, për shkak se edhe objektin në zemër të qytetit, edhe plus objekt vital për komunikim, për shtrirje, edhe për ata ka qenë kogja edhe si e papritur edhe një farë. Prandaj janë mundu, me njëherë janë mundu me dhonë lloj sa të janë përgatit për rana, për dezinformata, për sune, për çdo gjë. Dhe ne kemi ditë ato, nuk është se kemi ditë se me kon kena punë. Prandaj çka ka ndodhur? Gjatë kohës sa ne tash kur e kishim operacionin në zhvillim e sipër, ne u kërkum aty në punëtorëve sërbë të çarmatosur që të japin deklaratë me shkrim. Çka punojnë, ku punojnë, çka ka ndodhur, edhe të deklarohen edhe për sjelljen tonë, se ne kemi pas sjellje korrekte, për shkak se ne nuk kemi luftu kundër civilëve sërbë. Edhe këto du të me ditë, e kam përmend 100 herë. Kur UÇK-ja nuk ka bo luftë kundër civilëve sërbë. Edhe tash ata civil na ishim e përor me uniform, edhe fillu me thonë deklaratën, do thotë, me shkruaj edhe realiteti si ishte. Ne zbanon kur gjë absolut kena pas sjellje shumë korrekte, që fsham me krahasu ti çfarë sjellje kanë pas sërbë, se kom e përmend pse sot, po vaj, se sot është 17 qershor. 17 qershor 2026. Me 17 qershor 1999. Unë kam një moment kur dal jashtë postës me uniform, edhe nëse dikush ashtu e dëgju këtë video, edhe e ka qatë inqizim të ju lutna ma dërgoni. Se unë kanë thonë që e kanë inqizu. Është karvani i sërbëve të cilët largoheshin. Vetë janë largu. Të kuptohemi, sërbë nga Feriza i vetë janë largu. Kush nuk ka largu, as nuk ka bo presion, absolut. Ata vetë vish kur kemi po, kanë fillu me ecë edhe tash moment unë dalë vish për Kurreshti i shoh duke ecë ata mes qytetit. Edhe dikush më ka thonë që ka bon, tash e kom po që kanë inqizu do gazetar, unë kanë po edhe unë kanë kap me uniforme, nuk e kam atë video, nëse e keni, ju lutem ma dërgoni është pjesë e historisë. Ka qenë një gazetar atë ditë me 17 qershor, edhe pa të më dhonë disa deklarata femija e gjithë, do thotë nuk është kjo që është, ai me shkreme ka pas bile pa ta gjithë, ka u pa i suedis ka qenë duke një gazetoni pa ta thonë që na UÇK absolut nuk kanë asnjë presion sërbë nga neve. Ja, ku i keni edhe punëtor që kanë urtu, ku fa problemi s'kemi edhe. Po janë, ka mundësi janë fshinjtë e tyre që ti kanë për zonë. Fshinji po vjetan shpit vetë, i thotë qysht jam për zonë të fshinjët, do thotë është tjetër gjë. Plus, mos harroni. Ka dallim të madh si po largohen sërbët, edhe si janë largu shqiptarët. Sërbët janë duke u vetë largu, edhe nuk është ka i rrezikon, ka i prek askush. Nëse shqiptarë kur janë largu, jo vetëm që kanë posë dhimbjen që janë të largu për familje, për shtëpi, për vendit vetë, po ta kanë posë edhe frikë dhe sa kanë kalu kufinë që a do të shpëtojnë, a do të shpëtojnë femra pa u dhunu, pa u myt, meshkuj pa u vra, fëmijët pa u masakru, e tjerë. Do të ka qenë një dallim enorm, se ja ku më thonë gazetar që atë kohë edhe është dikun e shkruar, do thotë nga i reporteri suedez. Sidoqoftë thash po e përsëris ata veç kolona, se unë kam në kry që ka qenë 17 qershor që janë larguar ajo kolona e madhe, do thonë midis qytetit që i kom po, do thonë edhe të treni që i kam po në qytet aty flas për vetë që i kom po kështu, kolona e sërbë me karroca me çka mos që largohen nga Feriza, do thonë me 17 qershor natë, pa pos asnjë presion prej UÇK-s. Çka ndodh me 15 qershor? Se po du me e përfundu atë pjesën me deklaratën me sërbët. Ata punëtorë sërbë gjatë vejme si për kur ishin të i dhonë deklaratët aty, në ndërkohë vjen edhe Mali, Nihat Mustafa Mali, si që përmenda një shok jemi me ceni minis bashk edhe me, të thot Malin, Besnikun, Lozim Ali, ose edhe dëshmurin Vezir, jashurin minis me nome që shurë në të tit në luft në dërhinjës e tutje. Mali pra në qatë ku ka marrë ta pastaj një pozicion pra si ndërmjetës mes ndërkombëtarëve dhe tjerëve dhe mes
UÇK-s. Prandaj ai erdh, edhe unë joftu pak me ngjarën çka jemi na, do të si e prurt tash 3 prurt i shumë aty, mali, rropi dhon. Ku në ndërkohë sërt ishin të dhonë deklarat. Për djenin tuaj, në ndërkohë vjen edhe Visari, Visar Hoti. Visari, njeni Visari tash që është pronari temës. Visari, për ata që nuk e dini, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për luftën e UÇK-s. Spari duke na i siguru, ne ka siguru kodet e shkive, këto frekuencat e shkive për me i dëgju policisë shkive. Pastaj i ka riparu radiolijet e gjitha të sene që ka bo që na ka nimu shumë. Edhe për informacion të ju kur është bo zona, kë Visari ka qenë i caktum në organogram, si unë e vetë që kom po, do të shku që ka qenë i caktum si shef i ndërlidhjes në zonë operative të ndërlidhjes, po për arsye me që kemi bisedu edhe me telefon, i kujton edhe Visari edhe me komandantin i Lazi dhe Fere dhe Shuka, kemi bisedu, po ka pas në atë kohë profesorin, që profesor kam pas vëllën e tij, ka pas shumë smutë, ka pas thot arsye familjar, cilat ja kanë pa mundësu me ushtru atë detyrë, me ardhë në Mollapoc për me ushtru atë detyrë, me rëndësi, po gjithsesi na ka ndihmu neve bashkë kemi pas bërë një programi për kodim të mesazheve në atë kohë, çka mas. Po kryesori ai ka vazhdu kontributin, edhe ka qenë pasaj me një sitin e tonit, dëshmorit drejton islamit toni, edhe Ramizi ka qenë është një bashkëftar bashkë me miqën teme, Dehatin e Hollës, e shumë tjerë që kanë qenë një grup shumë i organizuar që kanë vepru poshtë në qytet, në Feriza. Edhe tash Visari vjen edhe aty shifemi, e takoj edhe Visari që mos me harru, ma vonë kam një foto për jashtë, është mentor, ky dashnori që ka qenë pronari mentorit e tjerë. Tash, çka ndodh ka ona sërbëve? Sërbë, në panikën e tyre që na e morëm postën, përhapin propagandë edhe ankon ishin anku të Amerikanët. Kanë thonë Amerikanëve, se Amerikanët qatë ditë vinë në Feriza, me 5.000 qershor. Ky është takimi i parë mes UÇK-s edhe Amerikanëve, për informacion të uj, edhe me sa unë e di, ka ndodhur në postën e Kosovës në Feriza me 5.000 qershor, pas ditën e 5.000 qershor 1999. Prandaj është shumë dimensionale kjo ditë, nuk është vetëm për postën, për historinë e Ferizajt e shumë tjerë. Edhe këta i thonë Amerikanëve, sërbë i kanë dezinformuar Amerikanët, i kanë thonë që ne kanë UÇK-ja në post i ka marrë pengjë qytetarë të civil të lloj rrana kanë përhap. Na pa bosan absolut, që janë konë totalisht pa vërtet ato. Mi pa Amerikanët është duke qenë që kanë orësit pa anshëm tash me vendos pa që në Kosovë ata vinë marinsat Amerikanë, jo i keni pa marinsat Amerikanë deri në dhamë tarmatast. Aty edhe kur vim post ata janë kogja treps ata mendojnë tash ne ishim e prori kishmi ushtartë me armatim gjithë. Bile mali e bani farin skenimi aty i qetë kështë do snajperista. O konë interesante ajo ngjarje. Nuk njiheshmi. Edhe komandanti i tyre ka qenë Thomas Mandela. Tash Thomas Mandela tash është i njohur për shumë ferizare, sidomos të asaj kohe. Është një prej miqve më të mirë tonë amerikanë të shtetit tonë, pasi na kanë ndihmuar shumë pastaj në shtetin tonë. Pasi atë ditë ne kemi fituar një besim reciprok të jashtëzakonshëm. Çka ndodh? Ata e shohin që nuk është e tij, po si e shohin? Mas ka qenë edhe një keq kuptim në përkthem. Një përkthyse, se këta shqiptarë amerikanë kur kanë ardhur si përkthyes po pak kanë pasur një shkputje, nuk kanë mujt me i kuptu mirë shprehjet tona, edhe u palla ditë që ka qenë një përkthem shumë i keq. Edhe për shkak se kam njohur në gjuhën angleze edhe më ne kam intervenuar dhe kam shpjeguar ngjarën shumë mirë. Se Mali kon t'ia shpjegoj Tomasit çka u ndodhi që nuk është ajo, edhe një po tana u ke shkuptuar thu se na për me kena bënë sen, edhe tash
kur u shpjegu edhe po që ata për shkak kanë qenë traumato, po që ata kanë të dhonë sërt i pato më kërku me dhonë deklarohet me shkrim që na ketë në rregull, s'kena bënë sen, edhe thjesht është amerikanë të me fasun, pan të bon një situatë këtë tjetër për asoj që ka i këshin qysh sërt kanë qef Serbia me i frymë forca sërbe ata që këshin na terrorista, ku e din shka s'kanë të fu. Kryesorja do të këtë tjetër. Qa s'ka do tjetër që se tash ata menojshin që nas dojna milshu. Shkaj absurd është kjo pyetje, kjo është në këtë të lirë, na veç pa të mëllon deklaruar çka tek kështu që tash kur ata ecin, tash serbët punëtorë në largim e sipër nga posta me amerikan, na të tret, mali, ropi, edhon, ju folën për dore, a japin dorën, përshëndet me aty. 15 qershor 1999, është nalë me nani. Edhe Amerikan, për ta ka qenë e pa imagjinueshme. Po ne s'kemi luftu kundër civile, o njerëz. Edhe sot pjo thamë. UÇK-ja nuk ka bo krime. Nuk kemi luftu kundër civilve. Prandaj çdo akuzë ndaj qof komandos, qof kujdo, është e pa drejt edhe pa bos, absolutisht e pa bos. Edhe këtë skenë që ecin ato sërve, do të si janë konë të martë ato, po me Amerikan, po ajo skena që dorë për dore, për shëndetëmi, edhe që a kanë me orë në punë, hajdi nesë në punë, ata Amerikanët e morin shembull, pastaj në takimet edhe incidentet e mundshme tjera. Pasi unë nuk kam qenë i pranishëm një rast, po edhe mali ka tregu, i takon malit me në auto, do thotë me tregu se si janë mundu sërt me i dezinformu amerikanët vazhdimisht. Mirë, po ky rasti jonë në post i ka ndihmu që ja ka shpjegu Thomas Mandeli që një rrugë qytete ka emrin Thomas Mandel për hir kontributit të jashtëzakonshëm të Thomas Mandeli për Ferizajn edhe ekipit tij. Do thot kur i ka shpjegu komandës vet Thomas Mandeli, çdo dezinformim i shkive i forcave së Karamën. Ata nuk kanë mujt asnjë dezinformim me bën, se kanë thonë jo, thotë se çuku i ka unë ushtarët me të pranishëm janë kon kur e prorë të UÇK-s dorë për dore janë përshëndet me sër. Kjo është pjesa e parë e kësaj video. Do të vazhdoj pastaj me pjesën e dytë, ato që kam cilësu, e kam pas e mërtu qysh atëherë në telefonatët e para që i thonim cingrima e lirisë. Hajde, ju përshëndesni.